Sipas njoftimit zyrtar të policisë së Pogradecit, të shpallur në kërkim shtetësia MD, 36 vjeç, banuese në fshatin Rëmbec, bashkia Maliq, e dyshuar për vjedhje të një shumë parash në një hotel në qytetin e Pogradecit. Ngjarja ka ndodhur në ambientet e një hoteli ku pas konstatimit të mungesës së parave, administratori i hotelit ka bërë denoncimin pranë strukturave të policisë. Menjëherë pas njoftimit, shërbimet policore kanë nisur veprimet hetimore, duke kryer verifikime në vendngjarje, si dhe duke mbledhur prova materiale dhe dëshmi të cilat kanë çuar në identifikimin e autores së dyshuar. Nga hetimet paraprake, dyshohet se shtetësia MD ka përfituar nga rrethanat për të marrë shumën e parave dhe më pas është larguar nga ambientet e hotelit. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë për vijimin e veprimeve të mëtejshme ligjore. Ndërkohë, policia e Pogradecit bën me dije se vijon intensivisht puna për lokalizimin dhe kapjen e shtetëses së shpallur në kërkim. Autoritetet u bën thirrje qytetarëve që nëse kanë informacion mbi vendodhjen e saj të bashkëpunojnë me policinë duke kontaktuar numrat e emergjencës. Hetimet për këtë ngjarje vijojnë.